Kemi folur pa pushim për racën e grive, sepse janë ata që na kontrollojnë dhe po përpiqen që na hibridizojnë, proces ky që ata realizojnë pa humbur në kohë. Sot do të flasim për pjesën e brendshme të trupit të tyre dhe jo për pamjen e jashtme, e cila tashmë është pak a shumë e njohur si rezultate të mediave dhe Hollywoodit. Edhe kontaktet e njerëzve në përgjithësi jashtëtoksor në mijëvjeçarin e fundit tregojnë se më shumë janë takuar me këto qenie. Si kanë evoluar këto qenie, nëse kanë evoluar, dhe si funksionon trupi i tyre në përgjithësi. Këto të dhëna janë marrë nga fishkëllyes, që i ka bërë ditura të dhënat në faqen më të njohur në internet mbi këto tema, që quhet Reddit. Ky person anonim ka punuar nga viti 2000 deri në 2015 si biolog molekular, duke studiuar gjenetikën dhe biologjinë e qenieve jashtëtoksore. Këto studime janë kryer në Fort Detrick, në Maryland, që është nën kontroll i Institutit Kombëtar për Mbrojtjen Biologjike. Thuhet se trupat e jashtëtoksorëve të rrëzimit në Roswell përfunduan pikërisht në Fort Detrick. Natyrisht që studimet janë të mbuluar me nivele të fshehësie, dhe këtu punohet edhe për armatimin biologjik. Këtu kanë punuar rreth 20 shkencëtar të specialiteteve të ndryshme. Ky person thotë se kishte 10 vjeçar që punohej në këtë fushë, por zhvillimet thelbësore u arritën në vitet 90 kur zhvillua teknologjia. Vendosi të dalë publikisht me të dhëna, sepse do që publiku të ditë të vërtetën sa më parë, sepse në të kundërtën dëmi do të jetë gjithmonë më i madh. Flet me detaje të tilla që përbën tregimin më të hollësishëm mjekësor në historinë e ufologjisë. Kam përkthyer fiks siç e ka thënë natyrisht me komente të mia. Gjenetika e tyre si jona, pra e bazuar në ADN, dhe kjo tregon se biosfera jonë dhe tyre është e njëjtë. Ata janë eukariot, që do të thotë se qelizat e tyre kanë bërtham që përmban material gjenetik, që do të thotë se biosfera e tyre ka qenë ndarë nga jona deri në momentin e shfaqjes së këtyre organizmave. Shprehja organizmi jashtë biosferës është në fakt një emërtim i gabuar, megjithëse vazhdon të përdoret si shprehje historike. Gjenetika e tyre jo vetëm që bazohet në të njëjtin sistem gjenetik, por është edhe i pajtueshëm me sistemin tonë. Kjo do të thotë se mund të marrim genin njerëzor dhe ta fusim në qelizën e tyre, dhe ky gen përkthehet në proteinë. Geni i tyre përbëhet nga 16 kromozome rrethore. Ekzistojnë sekuenca të ADN-s të cilat nuk i kodojnë proteinat dhe janë mbetje nga evolucioni apo genet pa aktivizuara. Natyrisht këto sekuenca nuk janë të padobishme, por mund të shfrytëzohen si të ashtu quajtur spirancat e histonit për mbrojtjen e kodimit të ADN-s nga rezatimi, apo dhe si alternative një kornize të hapur për lexim. Ajo që është interesante te genet e tyre është uniformiteti midis rajoneve ndërgenore. Të njëjta sekuenca shfaqen gjithandej. Sasia e geneve për kodifikim e proteinës është më e vogël se jona, si rezultat i rafinimit apo proceseve biologjike që mungojnë në organizmin e tyre. Uniformiteti i sekuencave të tilla është treguesi kryesor i artit tek qenet të tilla, sepse nuk kanë në tokë organizma kompleks që kanë një elegancë të tillë në vargjet e tyre të ADN-s. Nuk ekziston një presion evolutiv që mund të çojë në karakteristika të tilla përveç inxhinierisë gjenetike. Pra, kjo është një dhënë mjaft interesante që në thelb na jep ne të kuptojmë se këto qenie janë produkt i inxhinierisë gjenetike për qëllime të veçanta. Pyetja që lind natyrshëm është: krijuar nga kush dhe për çfarë qëllimi? Ky person anonim vazhdon me përshkrime aq të hollësishme, saqë nuk mendoj se kanë shumë rëndësi për kanalin. Për ata që kanë vetëm dijet bazë për gjenetikën, kjo është plotësisht e pakuptueshme, thot heroi ynë. Asnjë qenie gjallë në biosferën tonë nuk ka një adresë kaq saktë në genet e tij, dhe kjo nuk mund të shpjegohet me evolucionin, por vetëm me inxhinierinë gjenetike. Një gen i tyre që quhet tepër hap portat për mundësi të mëdha. Sugjerohet që qeniet që klonuan qenie të tilla mund të krijojnë apo të heqin qeliza apo gene që janë shumë më efikase se sa ato që lejon teknologjia jonë. Në genet e grive nuk u zbuluan proteina që janë në bashkëveprim me teprin, por besohet se proteina të tilla synohet futen nga jashtë me anë të inxhinierisë gjenetike dhe që përdoren në fazën e çiftimit të zhvillimit të embrionit. Natyra e këtyre mjeteve të jashtme është e panjohur dhe ne nuk kemi asgjë që t'i parafrohet. Mungesa e këtyre proteinave në qelizë
tregon dhe njëherë artificialitetin e tyre. Këto qenie të dizenjuara në këtë mënyrë kanë përparësi në zbatimin e detyrave të tyre njësoj si milingona ushtare. Shumë gene përputhen me tona, si për shembull nukleotid, me nukleotid tek njerëzit, por edhe tek kafshët dhe tek këto gene nuk ka përmirësime. Ka dhe gene të tjera që nuk gjenden tek biosfera jonë dhe roli i tyre nuk është zbuluar. Le të kalojmë tani tek anatomia. Gjatësia e tyre shkon deri në 150 cm dhe kanë 2 duar, 2 këmbë dhe kokë. Megjithatë kanë disa ndryshime të veçanta. Lëkura gri që kanë është në fakt një film biosintetik që shërben për mbrojtjen e ngrive nga mjedisi armik. Nuk i ndihmon për temperaturë, por për mbrojtje nga lënje të ndryshme. Mund të kenë dhe përparësi të tjera, por nuk i di. Ka një herë të theksuar amoniaku kur je pranë tyre, e cila del nga poret e lëkurës së tyre. Gjendrat poshtë lëkurës dhe poret janë pjesa fundore e një sistemi të tërë të ndërlikuar. Koka ka 2 sy të mëdhenj të futur dhe hunda është e shkurtër. Goja është e ngushtë dhe pa korda zanore. Ekziston mandibola, që është pjesa e poshtme e noflës e një muskulaturë rudimentare. Nuk kanë dhëmë dhe nuk kanë gjuhë dhe zgravrat e hundës janë bosh. Trakeja nuk komunikon me ezofagun. Sytë, si dhe lëkura, janë të mbuluar me një membranë të zezë apo një film biosintetik që i mbron sytë nga ambienti përreth apo intensiteti i dritës. Kur kjo mburoj largohet, duken sytë tradicional që janë pothuajse 3 herë më të mëdhenj se sytë njerëzor dhe paqepalla. Ka një pamje të përkryer natën dhe bebja e syrit është e zezë. Muskulatura e syrit është e zhvilluar dhe në retin ka të paktën 6 lloje konesh, të cilat janë specifike për gjatësinë e valës dritës me një mbivedosje minimale me njëra tjetrën. Si rezultat ka një spektër mjaft të gjerë shikimi. Për sa i përket veshëve, veshi i jashtëm nuk ekziston dhe kanalet e veshit janë të padukshme. Kanalet brenda kanë karakteristika tipike të vestibularëve, megjithse jashtësëkët e lakuar janë më komplekse tek njerëzit, që do të thotë se kapin frekuenca më të ulta se ne. Për sa i përket trurit, te këto qenie ai është jashtëzakonisht interesant. Truri i tyre është tetrosferik, i përbërë nga 4 pjesë kryesore me ndarje dhe të lidhura me lobin e mesëm dhe trungun e trurit së bashku me trurin e vogël. Volumi i trurit është rreth 20% më i madh se volumi njerëzor i trurit me të njëjtën lartësi. Sasia e stacioneve të neuronëve është më i madh se tek njeriu. Është e rëndësishme të përmendim sasinë e nodulëve tek lobi i mesëm. Analiza histologjike e këtyre strukturave ka zbuluar një sistem biologjik kompleks. Hamensohet se këto nyje janë të domosdoshme për bashkëveprimin me teknologjinë e tyre. Qafa e tyre është më e gjatë se njerëzve dhe pak më e hollë. Ezofagu dhe stomaku janë të ndarë si stan, nuk kanë korda zanore. Muskulatura e gjoksit nuk është shumë e zhvilluar, por mund të shikohen muskuj të njëjtë me atë të qenieve njerëzore. Mund të shihen edhe muskuj trapezoidal, si dhe brinjët dhe kockat e gistrime, por nuk kanë thithka. Barku është më i gjerë se gjoksi, është i shtyrë përpara dhe nuk ka kërthis. Kockat e legendit janë të dukshme dhe nuk kanë organe gjenitale dhe anus. Duart e tyre kanë nga 4 gishta dhe nuk kanë thonjë. Shenjat e gishtave të tyre janë rreth koncentrik. Gishtat proporcionalisht janë më të gjatë se tek njerëzit dhe muskulatura e tyre është e vendosur në pëllëm. Pra për të lëvizur gishtat nuk kanë muskuj në parakrah, por vetëm në pëllëm. Në pamje të parë këmbët përbëhen nga 2 gishta, por autopsia vërtetoi se çdo gisht ishte i përbërë nga 2 gishta të bashkuar. Gishti i madh që më i gjatë se tjetri dhe këmba është më e gjatë dhe më ngushtë se tona. Muskulatura e këmbëve është rudimentare. Skeleti i tyre është shumë i ngjashëm me tonin për sa i përket përbërjes. Në përbërje kanë kolagjen, hidroksipatit, si dhe kristalet të bakrit gri që ndodhen në bërtham. Roli i këtyre kristaleve nuk është vërtetuar, sepse nuk është në gjendje kristalore në fakt. Kockat e tyre nuk rriten dhe nuk mund të absorbojnë më mineralet prezente në trup. Për sa i përket sistemit frymarrjes, ai ngjan me tonin dhe duhet të oksidojnë komponentë organike që të prodhojnë energji. Mushkëritë e tyre nuk funksionojnë në mënyrë reciproke, por ka një rrjedhje të janshme të ajrit, njësoj si sistemi zogjve që në thelb është më efikas se yni, gjë që sjell rritjen e metabolike të trurit.
Sistemi i qarkullimit grivesh për afërsisë së yni. Zemra gjendet në pozicion qendror, ngjitur me kafazën e kraharorit. Zemra ka 2 dhoma dhe 2 aorta. Ka edhe venën pulmonare, venën arteriale dhe venën bosh. Gjaku që rrjedh në kapilarët pulmonar dhe arterien pulmonare pompohet në drejtim të kundërt të rrjedhjes së ajrit, duke rritur kështu efikasitetin e shkëmbimit të gazeve. Bariera e gazeve në gjak është relativisht e ngushtë në kapilarët e gjakut, të paktën krahasim me njerëzit. Pastaj gjaku i pasuruar me oksigjen kthehet në zemër dhe shtyhet në aortë dhe pjesën tjetër të trupit. Para kthimit në zemër gjaku kalon në organin hepatoneron, që midis të tjerave filtron dhe kontrollon presionin e gjakut. Vetë gjaku është pothuajse i njëjtë me tonin, vetëm se fraksioni i plazmës është më i madh. Albumina është e njëjtë me ton dhe madhësia e hormoneve është shumë më e ulët dhe niveli ionik metalik është shumë i madh, sidomos i bakrit. Niveli i glukozës është më i madh dhe ngjyra e gjakut është në kafe, pavarësisht plazmës të madhe dhe koncentrimi i ioneve metalik. Eritrocitet gjenden në sipërfaqen e qelizës, që përveç hemoglobinës për lidhjen e oksigjenit, tregojnë një aftësi të veçantë për lidhjen e ionit të bakrit. Nuk dihet saktë se kush është roli i ionit të bakrit, por me shumë gjasa, përveç të tjerave, mund të neutralizojë amoniakun në gjak. Ka disa stacione të themi leukocitesh, por nuk ka njohuri për to. Trombocitet janë prezent, por në sasi më të vogël se njerëzit. Pastaj kemi atë që quhet sistemi ekstrakorporal, i cili është plotësisht ndryshe nga yni. Thamë se nuk ka hapje për anusin apo ureteri. Në vend të tyre, në sipërfaqen e lëkurës ndodhen pora të vogla të panumërta. Ka një organ të madh që shërben si veç dhe mëlçi, i cili mban homeostazë dhe që është i vaskularizuar. Gjaku duhet të kalojë nëpër të përpara se të kthehet në zemër. Roli i tij është gjithashtu edhe pastrimi i gjakut nga mbetjet trupore, dhe këto të fundit përfundojnë në ekuivalentin e uretrës, që ndahet në 4. Çdo ndarje rrjedh në 1 nga 4 degët, dhe këto të fundit përfundojnë në mira pore në lëkurë. Duke mos patur një cikël ureje, koncentrimi i amoniakut në dalje tek porët është shumë i madh. Ky amoniak përfundon në pore dhe i jep atë erë të keqe që kemi thënë. Është ky amoniak që rregullon termoizolimin në sipërfaqen e lëkurës, dhe këto qenie nuk kanë ftohtë apo vap. Sa më e madhe përpjekja fizike, aq më i madh metabolizmi. Në këmbim, kjo sjell rritje e temperaturës në rritjen koresponduese të metabolizmit të mbeturinave nëpërmjet katabolizmit të aminoacideve. Kjo nga ana e saj sjell koncentrimin e sekretimit të amoniakut, që si rezultat ka uljen e temperaturës trupore. Ka mijëra vjet dhe mijëra dëshmitar që deklarojnë se pranë grive qelbet era amoniak. Natyrisht që në shkuara njerëzit nga padia ngatronin rasën e grive me demon, por si shihet ka një arsye themelore se pse grit lëshoren atëherë të qelbur për ne. Kalojmë tani tek sistemi i tretës, i cili është jashtëzakonisht i pazhvilluar. Nuk ekziston stomaku në kuptimin tonë. Megjithatë ekziston një stomak i gënjeshtër që ndodhet midis gjokshit dhe hapësirës së barkut. Ky organ shërben vetëm si rezervuar. Ky organ kontrollon rrjedhjen e ushqimit në zor dhe shërben si ekuivalent i zorës holl. Vetëm absorbon lëndjet e ushqimet si një vend provë. Gjërat e patretura transportohen në një organ tjetër, i cili transporton nga ana e tij në uretër dhe sistemin e sekretimit. Mbetjet tretë në amoniak. Pranë shtrënguesit apo stomakut të gënjeshtër, ndodhet një organ që sekreton enzima trece direkt në zor dhe që quhet organi që frymëzon tretjen. Duke ditur që nuk kanë dhëm apo organe trece, besohet se gritë han vetë ushqim në formë lëngu. Duke patur parasysh nevojën për përqendrim të lartë të metabolizmit për trurin e tyre, ushqimi duhet të ketë një koncentrim të lartë të karbohidrateve për të kënaqur gjithashtu nevojat e tjera të metabolizmit. Ushqimi duhet përmbajë gjithashtu edhe një përqindje të lartë proteinësh. Pra, këto qenie duhet të hanë supra të ndryshme, të pasuruara me sheqer dhe proteina që duhet të përmbajë dhe nivel të lartë bakri. Duke parë se ushqimi i tyre është mjaft i kufizuar, mund të kuptohet se ky lloj ka pak të vështirë të mbijetojë në biosferën tonë pa ndihmë apo mbështetje teknologjike.
Sistemi endokrinolog është një rebus më vete, por duket se ka një sistem imunitar të lindur dhe nuk ka sistem adaptues imuniteti si tek ne njerëzit. Pranë zemrës një organ timus, që është më i madh se yni proporcionalisht. Duket sikur timus është një organ ku të gjitha qelizet e gjakut maturohen. Disa prej tyre kanë karakteristikat e leukociteve, siç është granulariteti. Qelizat imune kanë një përqendrim të lartë bakri, sistemi nervor është relativisht i yni. Muskujt brenda kafës janë pak a shumë të zakonshëm. Vetëm pak muskuj janë të ndryshëm nga ne njerëzit. Në trup mund të kenë stres artificiale molekulare nano dhe bakri shumë i rëndësishëm për funksionimin e tyre. Pak a shumë kjo është në thelb ajo për cilën flet ky person, apo heroi ynë. Kam hequr vetëm disa pjesë ku flet për gjenetikën, të cilat edhe për mua janë si gjuhë kineze. Autori u përgjigj për një kohë pyetje të ndryshme të ndjekësve, derisa në një moment u zhdu nga interneti dhe llogaria e tij u fshi. Fatmirësisht mbeti puna e tij për cilën folëm sot. Nuk ekziston sot asnjë manual më i qartë se ky që u përshkrova për një rasë jashtëtoksore që quhen grip, për të cilën thuhet se është një rasë e krijuar me anë të ndërhyrjes gjenetike për një qëllim të panjohur për ne. Siç e shikoni këtë tekst nuk e ka shkruar ndonjë person që shet qoftet e pazari i ri, por një person që ka dije në këtë fushë. Sikur ta kisha shkruar unë këtë tekst, njerëzit e fushës kuptohet se brenda sekondës do të kuptonin që isha një mashtrues. Kjo është shkruar nga një person që jo vetëm ka dije në biologjinë molekulare, por ka dije edhe për ufologjinë. Siç dihet, këto qenie zërtyrarisht nuk ekzistojnë, dhe si të tilla, si mund dikush të flasë me imësi për një rast që nuk ekziston? Dhe e dyta, kuptohet se autopsia e këtyre qenieve është bërë pasi këto qenie kanë vdekur. Ky tekst vërteton zëra të ndryshme që janë dëgjuar prej 10 vjeçarësh në fushën e ufologjisë, si dhe dëshmi të ndryshme gjatë viteve. Sidoqoftë, kemi thënë se duhet gjykojmë me vetdije dhe mendje të qetë, dhe derisa të na vijnë provat e pakundërshtueshme të ekzistencës jashtëtoksore. Regjistrohuni dhe qëndroni tek pota e fshet, aty ku gjërat thuhen troç. Mirupafshim.